Deputeti Salim Sulejmani ka njoftuar se po jep dorëheqje nga të gjitha funksionet partijake brenda Aleancës për Shqiptarët, si dhe nga pozita si deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ai përmes një statusi në Facebook shkroi se për të është e papranueshme afrimi me BDI-n. Afrimi me BDI-n në prag të zgjedhjeve lokale ka sjell një devijim të rënd nga parimet për të cilat ishim angazhuar. Ky bashkëpunim politik është një shkelje e premtimeve tona dhe e përfaqësimit që qytetarët shqiptar meritojnë. Ky veprim për mua është i papranueshëm, pasi nuk mund të jem pjesë e një aleance që bëhet për arsye të interesave të ngushta politike, e me njerëz të përmendur në lista të zeza ndërkombëtare për përfshirje në afera të rënda. Për këtë arsye, kam vendosur të jap dorëheqje nga të gjitha funksionet partijake dhe nga pozita ime si deputet. Sipas listës që kishte vlen në zgjedhjet parlamentare, në zonën e 5 zgjedhore, pas Salim Sulejmanit vjen Valbona Adili Emini, e cila është kuadër e lëvizjes Besa. Rrjedhimisht, Adili Emini mund të bëhet deputete, me çka vleni zyrtarisht do të numëronte 10 deputet në shumicën parlamentare. Nga vlen përmes një kumtese thonë se në ditët në vijim priten zhvillime të reja politike. Përpjekjet e BDI-s për të shkaktuar tërmet brenda vlenit përmes taravarit kanë dështuar plotësisht. Tentativa për përçarje është shndruar në një bumerang politik për vetë autorët e saj. Kjo dëshmon se vlen nuk është një koalicion i rastësishëm, por një projekt serioz politik me themel të fortë dhe me vizion të qartë për të ardhmen. Në ditët dhe javët në vijim priten zhvillime të reja politike që do ta forcojnë më tej rolin udhëheqës të vlenit në bllokun shqiptar. Pas largimit të Sulejmanit, Aleanca për Shqiptarët e Taravarit mbetet me 4 deputet, numër që i pamundëson formimin e grupit parlamentar në Kuvend.